Kënaqësi e veçantë që si bashki jemi prezent sot në ditëlindjen e Palit. Pal në emër kryetarit bashkisë gëzuar 75 vjetorin dhe për ne të një aset, jo vetëm si ish sportist, trajner dhe arbitër minjor në sportin e mundjes, po edhe si qytetar mrekullueshëm. Unë kam pas fatin që Palin ta njeh edhe si familje në vite, është mik i babs, kështu që edhe në emër të babs të rej gëzuar ditëlindjen, në emër të bashkisë gëzuar ditëlindjen, edhe gjithë miqve, është kënaqësi e madhe që jemi mes ish sportistëve, ish kampionëve, gjithë me emër të dalluar edhe me spikate të mëdha në sportin e mundjes dhe të uroj shëndetëmarrësi dhe jetë gjatë kurdo. Gëzuar. Atë jap pak edhe certifikatën e mirënjohjes. Në emër të kryetarit të bashkisë, po t'jap këtë certifikat mirënjohjes për kontributin e madh në sportin e mundjes. Të nderuar pjesëmarrës. Faleminderit për ftesën për organizimin e kësaj ceremonie domethënëse për 75 vjetorin e ditëlindjes të mundjes së quar vllaznisë, trajneri dhe arbitri të nderuar Pal Marku. Të nderuar të ftuar, nënkryetari i bashkisë, drejtori i sporteve dhe gjithë miqtë që kanë ardhur këtu. Shkodra është vendi i traditave patriotike, kulturore, sportive dhe shoqërore. Nga ekipi i vllaznisë kanë dalë shumë mundës të shquar, kampion kombëtar, ndërkombëtar e deri kampion bote. Me këtë rast kujtojmë mundësit e shquar Shkodran, kampion të vllaznisë që nuk janë më, mundësit kampion aktual, veteranët e shquar që janë prezent dhe të gjithë shokët e tjerë, si dhe mundësit aktual të vllaznisë që po ringrihet duke marrë vendin deri. Sot është festa e ditëlindjes së Pal Markut dhe në emër të shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare dhe presidentit Muhamet Malo, ju urojmë Palit gëzuar ditëlindjen, jetë të gjatë dhe faleminderit për ftesën. Ju uroj gjithë pranishmit të kenë shëndet dhe gëzime në familjet tuaja. Respekte dhe sukseset degës së shoqatës së mundjes së Shkodrës dhe drejtuesve të saj. Shoqata kombëtare e mundjes shqiptare vendosi të nderojë Pal Markun me titullin e lartë të meritës sportive, nderi i mundjes shqiptare. Me motivacionin Zotit Pal Marku, shoqata kombëtare e mundjes shqiptare, medalje e meritës sportive, nderi i mundjes shqiptare. Me motivacionin, mundës i shquar ndër më të mirët e peshës tij, fituesi i disa vendeve të nderit, trajner dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka kontribuar në rezultatet e ekipit Vllaznia Shkodër dhe përfaqësuar me dinjitet mundjen shkodrane. Presidenti Glen Manut. Egzash. Përshëndes gjithë dashamirësit e sportit Shkodran, mi gjitha nënkryetari që merr pjesë në këtë eveniment të datëlindjes Pal Markut, që bën 75 vjetorin, i urej shëndet në familje, në shoqëni, kudo që t'jeni. Pal Marku u bofsh edhe i 100 tjera Pal. Urime, për 75 vjetorin. Se nuk është sot nej ato, një fjallin Dilaverit, për meritat që Pali ka, gjinanësve kënë qytetar në erit. Shok, mirë se keni ardhë. Faleminderit për ju që keni ardhë, keni lanë punë tuja, ju jam shumë mirë njohës, se këtë ditë po më bani edhe më të gëzueshme me prezencën tuaj. E inshallah, në gëzime edhe të ju mbledhsim gjithmonë.